në Evropë. Pra, të dalë dhe fjala Edi Ramës. Edi Rama, shqiptarët janë do binë Shqipërinë. Shqiptarët janë që janë gjysë të gjyshi që e duan këtë kombë. Nuk ta themi historinë tënde, po e di. Jo vetëm tënde, po të gjitha Shqip folësit që janë në qeveri për 35 vjetë, po t'i llogaritsh mirë historinë e tyre, ata si janë shqiptarë. Se po t'ishin shqiptarë, nuk e bëni Shqipërinë, e kanë bërë copë për 35 vjetë. Po t'ishin shqiptarë, nuk do vithin miliona e biliona dollar. Pra, Edi Rama, po drejtojmë ty, ti e di fare mirë, unë kam patur komunikim me ty për çështje kombëtare. Pra, Edi, dosja jote është e nxirr. Sidomos është e nxirr akoma më tepër e familjes tënde, e gruas tënde. Unë të nxora pardije, vilat që i ke marrë, ferin e kuqe që pinje. Pra, Edi Rama, ti je drejt burgut. Minuta. Pra arsye, sepse e ke dëmtuar këtë kombë. E në demonstrat që ishe pardije, 80% kanë qenë socialistë. Qëllimisht të dëmtonit kombin tonë. Maraushgat dhe mizat e kalit kanë vjedhur aq shumë sa i kanë dhënë parat me 7 veta. I kanë dhënë vilat me 7 veta. Ja ka dhënë njërit ai njërit qëllimisht. Kanë verë parat edhe me njerëz të vdekur. A e mani mend, para ca kohe në Lezhë, 2 pleq kishin $20 milion në bankë. Kur e marrë vesh u habitën. 9 janë gati për arrest. Sidomos Taulant Balla, kudo që të vej, që ka bërë plan për t'ikur, këtu do japi llogari. Sidomos Spiro Pali do arrestohet. Gjaçka që vajti sot në SPAK do arrestohet. Janë shumë të dashur bashkëdhetarë. Qeveria ka rënë, të gjithë ministrat janë për të arrestuar. Sepse jashtë ne kemi kontratë sekrete që absolutisht ka munduar Edi Rama të kërkoj strem politik. Ashtu si kërkovi Ilir Meta. Po më në fund, desh të vinde në Kosovë të streushe. Po e pa, edhe Kosova i tha, të duam o Ilir, po shko, se neve së të mbajmë dot. Ne gjejmë Engjel Per në majtë të balit dashur shqiptar. Ne jemi në kontrol. Filin që i ka ertu, është dikushi. është për ju shqiptar.